Vora Vllaznia, takim ky vlefshëm për javën e 14 të kampionatit kombëtar të futbollit për kategorinë superiore do të luhet në Shkodër. Ky është vendimi i marrë nga ana e sektorit të garave në Federatën Shqiptare të Futbollit, i cili edhe pse kalendari përcakton që Vllaznia të ishte udhëtuese. Për shkak të mungesës së fushës pritse të Vorës, me mirëkuptim dypalësh është vendosur që ndeshja në fjalë të luhet pas ditën e sejtës në stadiumin Loro Buriqi të Shkodrës në orën 16:30. Një gjë të tillë e konfirmon zyrtarisht edhe vet Klub Futboll Vllaznia përmes njoftimit në faqen zyrtare të klubit kuqeblu. Ndërkohë në pritje të kësaj ndeshje, skuadra e drejtuar nga trajneri Martini ka zhvilluar seancën e fundit anti-Vora, duke pasur në dispozicion të gjithë futbollistët, përfshi edhe ato që më herët janë shoqëruar me probleme shëndetësore. Për Vllaznin, miratimi që Vora Vllaznia të luhet në Shkodër është një mundësi e mirë për kuqeblut që me një fitore ndaj vorakëve të kapërcejnë krizën në ndeshjet e fundit, përfshirë edhe humbje në shtëpime të Utën e Durrësit. Ndërkohë java 14 të superiores nis të mërkurën ku në program janë 3 sfidat e para, të Uta Elbasani, Partizani Bylis, që do të nisin orën 16:30. Dueli i tretë i së mërkurës është derbi kryeqytetas Dinamo Tirana.